Përshëndetje dhe mirëseardhje në një epizod të We Economy. Sot do flasim për pagën minimale dhe vendimin unilateral të qeverisë për të arritur pagën minimale në 500 euro dhe misionin e tyre që deri në 2030 ta kemi këtë pagë 1000 euro. Sot me kolegun tim Abil Baush do kemi një lloj role playing ose të vendimeve ose qëndrimeve tona të cilat do mundohemi të sqarojmë. Unë do jem personi I cili do ta mbron vendimin e qeverisë, ndërsa zotëri Baush do jetë personi I cili është kundër këtij vendimi. Kjo nuk reflekton qëndrimet tona reale, por thjesht për ta ilustruar dhe për ta sqaruar cilat janë argumentet e ekonomistëve në lidhje me pagën minimale dhe pse duhet rritet paga ato që janë proponent të këtij vendimi dhe ato që janë kundër tregojnë pse janë kundër. Edhe një herë nuk janë ato qëndrimet tona reale, thjesht do mundohemi të sqarojmë sa më tepër se cilat janë argumentet e ekonomistëve në lidhje me këtë vendim. Apo? Po, patjetër po. Pse paga duhet të jetë paga, pse jam kundër pagës minimale, ose pse mbaj qëndrimin kundër? Po, patjetër kundër një herë ta nisim, por arsye se kjo automatikisht e para që I prish paritetet e tregut, domethënë tregut lirë, nëse kemi 3 resurset njerëzore të cilët bazohet ekonomia në ato scarcity, apo toka, kapitali dhe forca e njeriu, do duhet edhe forca e njeriu të shfrytëzohet në absolutetin e saj më të madh, domethënë. Nuk mundet në tregun për shembull paga minimale të diktohet nga një trup rregullues me të cilën do duheshte të jepet një farlloj masë sociale. Unë mendoj se është masë sociale vendosja e pagës minimale, edhe pse ndoshta do kundërshtosh aty se Keynesi ndoshta I paraqet pagën minimale, por jo në këtë formë të cilën këta e bëjnë. Do thonë te ne është pak më ndryshe. Do thonë paga minimale për mua është ndërhyrje direkte në sektor, në biznesin, po në dinamikat e tregut. Okej, unë mendoj që paga minimale duhet rritet edhe për një ndryshim, sepse ne kemi vendosur që nga 91 që të kemi ekonomi tregu, ndërkohë që akoma kemi mindset komunist në kuptimin e njerëzve, jo e shtetit. Pse e them këtë? Sepse në komunizëm koncepti kryesor ishte që kemi kursime mëdhaja. Pse kursime? Sepse nëse do kemi fëmijë në shkollë, në fakultet e kështu me radhë, na duan kursimet. Ti e din që në ekonominë e tregut ajo e cila e lëvizën ekonominë ose motori lëvizë është konsumi. Nuk mund të kesh konsum të madh nëse 2/3 e personave janë më pak se $2 në ditë. Edhe kjo pak minimale do të arrisë konsumin e cila pastaj do ta zhvillojë ekonominë me atë ripli efekt. Tani në vendet e perëndimore, në Amerikë për shembull, 364 ditë ke 364 festa ku njerëzit ose bizneset I ftojnë njerëzit të bëjnë konsum, të blejnë edhe japin shërbime të ndryshme apo edhe zbritje të ndryshme me qëllim që të ketë konsum më të madh, të ketë kjo pastaj ndikim në ekonomi, krijohet edhe treja të punës, kështu me radhë ketë një lloj ripli efekt ose domino efekt në ekonominë. Edhe unë mendoj se ndryshimi kulturor e ekonomisë tregut në mindsetin e njerëzve, pse do futemi te ekonomia, duhet ndryshoj. Ne duhet të kthehemi nga kursimi, I cili ka qenë baza e prindërve tonë, se do vinë ditë këqija edhe duhet kemi një parë anash tek konsumi I cili është baza kryesore e ekonomisë tregut. Edhe më kape kështu në një mendim të cilën do dua patjetër ta them. E dini se po e vërtetë se te ne ende shfrytëzohet forca punëtore, nuk kuptohet si aset, domethënë të investohet në të dhe të paguhet kjo forca punëtore nëpërmjet pagave. Te ne është ende ajo pikpamja e vjetër, pajtohem me këtë, por ama dhe kjo nuk e arsyeton atë se do duhet ne me një masë sociale, se kur është kjo paga minimale të rrisim, se në njëjtën kohë kur rrisim pagën minimale, rrisim edhe kontributet për ndërmarrje, rriten shpenzimet ende më shumë te kompanitë. Dhe kjo rritja e këtyre shpenzimeve të cilët bëhen te kontributet ndikon shumë në planifikimin dhe investimet të ardhshme të cilët mund t'i bëjnë kompanitë. Dhe kjo bie mbar mbi ta. E dyta, e njëjta do të reflektohet edhe në sektorin publik, për arsye se edhe te sektori publik, nëse ke pagë minimale kështu në mënyrë artificiale të ngritur, atëherë do të ketë patjetër shpenzimet do të rriten më shumë. Dhe tash vim me një situatë, a ja vlen bara qiras që kursimet, domethënë që shpenzimet të rrisim në bazë të mos pasjes të një vlere ekonomike ose prodhimit të ekonomisë. Tani nëse je keynesian ose je neoliberal, do kesh argumentet e tua. Mirë, po ngelim pak te konsumi I cili arrit ekonominë e vendit. E para një herë domethënë konsumi e ul varfrinë e njerëzve, sepse sa më tepër ta kesh pagën minimale, pragu I varfrisë ulet edhe
kostot e ndihmës sociale që jep shteti ose bara ekonomike që bie mbi shtetin do uleshte sepse do minimizoheshin ose do fshiheshin të gjitha ato personat të cilin marrin pak minimale, marrin ndihmë sociale që është poshtë pagës minimale. Domethënë kjo është ideja që ulja e varfërisë dhe kostot sociale do ishin më pak të rënduara mbi shtetin. Dhe kjo që thua ti a do ketë kosto, po do ketë kosto, po kjo do uleshte me numrin e atyre që përfitojnë ndihmë sociale sepse do jenë të strehuara nga kompanitë, apo do kenë pagën minimale nga kompanitë. Po ma kemi edhe masa tjera, mos harrojmë. Domethënë nëse i krahasojmë me shtetet e zhvilluara ose shtetet të cilat janë më të zhvilluara dhe kanë këtë si mas pagën minimale, ato kanë edhe disa sete ekonomike të cilat i kanë kaluar para se ta bëjnë pagën minimale. Apo kemi tatimin progresiv të ato si pjesë sociale që i grumbullojnë të ardhurat dhe përsëri i ndjekin. Ka disa tatime, set tatime, të cilët qeveria grumbullon të holla, din ta kontrollojë këtë parametret makroekonomike, mandej të njëjtat mund t'i finansojë të bëjë distribuim ande. A këtu te ne është e kundërta. Ne kemi shumë për te ne, tash flas për Republikën e Maqedonisë. Ne kemi një fond pensional i cili është jo funksional ashtu si do duhet të jetë, apo sikurse është e parapam që do të jetë. Kemi fondin e shëndetësisë i cili është gjithashtu nuk jep rezultatet ashtu si duhet të jep, dhe kemi agencionin e punësimit sepse te ne po kontributet paguhen deri në 40%. Bara do të jetë kështu. Domethënë, bara të cilën e kërkojnë këtu te ne, edhe biznesmenët ose në merritjen e pagës minimale do të rriten edhe kontributet në mënyrë proporcionale. A kontributet janë 40 deri në 47% varet nga progresiviteti. E tash këtu kjo bëhet shpenzim i madh. E tash ti nëse këtë e injekton, e merr nga biznesi, ato do të fillojnë, edhe këtë pak konkurrenshmëri që e kanë do të fillojnë ta zvogëlojnë. Unë them të kundërtën. Në një situatë ku në Republikën e Maqedonisë kemi mungesë të potencialit njerëzor, ta lëm tregun e të rritet çmimet vet, sipas nevojës. Qartë, patjetër që çdo kompani nuk ka nevojë që të ketë vendim qeverisës për të arritur pagën minimale, duhet mund ta bëjnë vetë si sektor apo si kompani, por gjithsesi nëse e bëhet si vendim qeveria, atëherë masa e cila merret unilateralisht në ekonominë i bëhet si presion, domethënë ekonomisë ose sektorëve të tjerë edhe ato mund të procedojnë me këtë punë. Por ajo që duhet të them është arsye numër 3 është sepse paga minimale e ul pabarazin e pagave së të ardhurave në vend. Ne e di që kemi pabarazit të madhe, ne kemi diku të 60% që jetojnë me varfëri të skajshme ose varfëri relativisht madhe dhe kemi një 5% që ka të gjitha resurset në vend, edhe ajo 20% që tani po mundohet të humbet, ajo shkalla ose sektori i mesëm i cili e mban ekonominë. Me kalimin e kohës, me këto paga të cilat gjysma jepet në dorë, gjysma jepet në kesh e kështu me radhë, kjo lloj ndeku i ndërmjet varfërve dhe pasanikëve ishte akoma më i madh. Unë tani mendoj që me pagën minimale, ndeku ndërmjet varfërve dhe pasanikëve në ekonomi informale, nuk flas në ekonomi informale, do kishte qenë më i ulët, edhe ta përmirësonte ngjeshëm cilësinë e jetesës të personave të cilat janë, sepse kosto e jetesës është goxha e madhe, edhe personat të cilat nuk kanë një vendim unilateral nuk mund të dalin në fund me shpenzimet bazë të jetesës, edhe këto do mundohen të bëjnë një hap, ndoshta 500 euro nuk është një vendim i madh, por do bëhet një hap të drejtë përmirësimit të cilësisë të jetës me qëllim që të mundet dy anëtar familjes të përballojnë kostot bazë të jetës. Po, hajde të kthejmë tash aty ku pak e ngacmove te ekonomia jo formale, ose ekonomia gri. A mendon kështu? Unë mendoj ndryshe se nëse i rrisim në pagën minimale dhe në njëjtën kohë edhe rriten këto shpenzimet e asaj që ne i quajmë kontributet të cilët i japim për një të punësuar, atëherë absolutisht asnjëri nuk e çon të mendoj se do duhet të jetë në tregun legal, po do të shkojë në tregun ilegal. Edhe pse e them këta? E bazojnë në numra, se Maqedonia lëviz sipas raportet të Bankës Botërore, pren 32 dhe 40% ekonomi informale. Aty janë deri në 5 miliard
dollar në vit që ne i humbim në ekonominë informale. Kjo vjen një buxhet i shtetit. E vërtet është kjo, po e vërtet është kjo, për kontraargumenti i kësaj është që ato të cilat janë në ekonomi informale ose që janë të punësuar me kontribute të sakta, ato do të arrisin produktivitetin, me qëllim që sa më tepër është paga e madhe, aq më tepër ke produktivitet, aq më tepër ke motivacion për punë. Nëse gjysmën e parave e merr kesh, gjysmën e parave e merr, domethënë shumë minimal kontribut, ti s'ke motivacion për shkosh në punë. Kjo aspekti i formalizimit të vendeve të punës ka lloj motivacioni tek i punësuari që ka korelacion direkt me produktivitetin në vendin e punës. Po, këtu kjo diku mban, por ama kthehemi te ajo. Ne mbajmë një kategori të cilët do duhet ta mbajmë si kategori sociale, kategori të varfër, dhe mos harrojmë se ne kemi programe sociale në vendin tonë, por nuk janë mirë të distribuara. Kjo është problemi të cilën ne mundohemi me një masë e cila i pengon edhe biznesit, i pengon edhe qytetarëve, edhe buxhetit shtetit, mundohemi ti përfshijmë gjitha. Do të thonë, nëse kemi programe sociale, se si ti integrojmë këtë kategori e qytetarëve të varfër, dhe kjo nuk është vetëm me mjete financiare, po është edhe mjete të edukimit, të shkollimit, të rialokimit të mjeteve për rikualifikime e tjera, mund të shtim në tregin e punës. Për momentin Republikën e Maqedonisë së Veriut kemi 100 deri në 100.000 të pa punë. Tash nëse hapim këtë portalin e agencionit për punësim, 9.500 kërkojnë, për momentin kërkon tregu të punësuar. Jo, deficit kemi fuqisë punëtore, dhe kjo që janë pa punë ato se nuk duan të punojnë, sepse i mamin në kontributin e shtetit duke marrë ndihma sociale, se sa të mund të punësohen të shtetit. Po kjo shkon në favor të asaj, sa ai thot paga minimale me kontributet ose me ndihmën sociale është goxha e vogël. Dhe pse çfarë motivacioni ka mund të punoj, nëse unë do kisha marrë 100 euro më tepër me këtë normë të pagës minimale që në shtet. Nëse paga minimale rritet, bëhet 500 euro, ndihmat sociale janë, ku ta di unë, 150-200 euro, atëherë motivacioni që ai të punësot është goxha më i madh se sa të rritë shtëpia. Po, më mund të jetë edhe në tregun jo formal të përfundojë dhe të marrë mjet se parash. Jo, është një set të masave të cilët do duhet të mirën para se të vihet te paga minimale. Jo nëse reagon shteti, nëse reagon shteti që të ketë inspeksione, atëherë nuk mund të ketë ekonomi formale. Po jo, kjo është problemi, se nëse kishte reaguar me kohë, nëse bazohesh për shembull, nëse kemi reforma në tatime, domethënë reforma të mëdha në pjesën e tatimeve. Ta kemi për shembull tatimin progresiv, ai tash ta mbrojë atë pjesën sociale. Nëse kemi tatime ekstra të cilët i bazohen kompanive tona marrin. Edhe tjerë, atëherë do të mundesh të mendojmë për rritjen e standardit jetësor. Unë mendoj se kjo paga minimale bëhet është një farlloj flerti, mund të them kështu, politik i partive politike, po edhe i qeverisë me pjesën sociale, se kishte mundur, do të kishte mundur me këtë të mund të bëjë ndonjë thuaja të zbus pak atë gjendje psikologjike të varfërisë që ndodh në vendin tim. Dhe nuk ka asnjë shans me. Kjo pjesë sociale mban gjithsesi, domethënë unë pagën minimale e shoh se ne do ta përmirësonte shumë edhe standardin e jetesës dhe cilësinë e jetës në aspektin shëndetësor. Sot ti me vlerat nutricioniste të popullatës tonë janë tulta, sepse njerëzit nuk mund të dalin në fund me sende të bazë. Ajo më të blejnë gjëra të cilat luksit për ta mirëmbajtur trupin apo edhe për të hëngur ndonjë produkt me vlerë ushqyese të mëdha. Unë mendoj që paga minimale më e madhe, ndoshta nuk do kishte bërë një hap të madh kuptimin e përmirësimit të shëndetit kolektiv tonin, po do mundohesh që të mundet të arrit konsumin e produkteve cilësore, të cilat janë direkt lidhura me shëndetin dhe me jetëgjatësinë e njerëzit. Okej, kam një pyetje. Më fal pak, edhe pse përveç produkteve kozmetike apo produkteve të luksit, njerëzit më tepër investojnë kur kanë para edhe në imazhin e vet apo në jetëgjatësinë, mund të shkojnë në fitness, mund me jetë shëndetshme, kështu më radhë. Si jeta e shëndetshme nuk është vetëm siç e dim ne, domethënë e lirë, ajo është e shtrenjtë konceptin e vet, edhe është domethënë në hierarkinë e Maslow, ndoshta është vetë aktualizimi është pjesa më e lartë, por unë them që paga minimale do ta përmirësonte në mënyrë radikale, por do bënte një hapje gjatësisë dhe cilësisë jetës të qytetarëve. Okej, të themi se pajtohem këtu. Domethënë pajtohem. Jo, edhe mos u pajto, të themi se u pajtova këtu. E tash, më trego
unë e bëjt një pyetje retorike vetes. Tregom tash shportën e konsumit kush e bën në vendin tonë. E bën lidhja e sindikatave të maqinisë. Kush duhet ta bëj? Duhet ta bëj shteti, domethënë në bazë të kësaj CPI që e themi ne sa herë që tani nuk ekziston ende, sepse nuk kemi ne referenca të disa produkteve bazë edhe të disa produkteve që e bëjnë jetë komode të qytetarëve tonë, atë në bazë të kësaj, domethënë këtij parametrit ekonomik që e themi ne, të mundeshim të bëjmë edhe krahasimin e pagës minimale. Po pajtohemi në Sloveni që ka pagë minimale, po të njëjtën kohë shporta e konsumit në Sloveni është shumë më e madhe se në vendin tonë edhe pjesa aty mbrenda që janë të pjesa e konsumit ekzistojnë disa produkte të cilët ja bëjnë jetën më kualitative një punëtorit në të ardhmen. Këtu te ne është e kundërta, do thonë pagë minimale e bazuar në preferenca sociale të vendit tonë, të shportës së konsumit, ja të themi që është 500 euro, edhe 2 familjarë do të marrin 1000 euro, me këtë 1000 euro do ta kënaqim të shportën e konsumit sipas lidhjes sindikatave të Maqedonisë, e cila nga për të vërtetën shumë modeste dhe shumë elementare. Dhe përsëri do të kemi jetë, domethënë nuk do të ofrojmë qytetarëve të paga të cilat do të kenë një jetë më kualitative. Jeta kualitative nuk bëhet me vendim të qeverisë, Abil. Domethënë unë them që se them që bëhet me paga minimale është 500 euro, unë mendoj se qytetari do vendosën vetë se çfarë do bëjmë ato 500 euro. Në qoftë se ka më tepër të ardhura se një person, se kur është një person, atë nuk mund të dajmë. Po te hierarkia e Maslow't, senet bazike elementare, strehimi, veshmbatja dhe ushqimi janë pjesët elementare. Pasi ti sa më tepër para ke, aq më tepër ngjitesh lart tek pjesa. Ti investon pastaj për vetë aktualizim, për promovim tëndin, për zhvillim tëndin intelektual, për formsimin tënd, për arsimimin tënd. Pastaj më vonë blen vetura luksi, pastaj shkon në fitness, pastaj domethënë unë mendoj se ne akoma jemi te shkalla e parë të hierarkisë Maslow't, sepse ne nuk kemi para të dalim jashtë të kësaj katit të parë. Ne në qoftë se do kishim dalë për te nivelit me pagën minimale, unë thash edhe një nuk se bëhet lëvizje radikale, por me pagën minimale, në qoftë se rritet paga minimale, do mundoheshim të dalim tek niveli i dytë i asaj që quhet në vetë aktualizim apo zhvillim, apo sot ti s'ke njeri i cili mund të blej dije, ne kur të folim në kafe, pse kompanitë tona nuk japin investime në dije, sepse njerëzit sot nuk konsumojnë dije kur ato kanë probleme barkun bosh, kur ato nuk mund ta paguajnë rrymën e vënës. Kupton? Domethënë ato nuk mund të blejnë dije, sepse presioni nuk bëhet vetëm nga kompanitë mund të shesin dije kuptimin që të blejnë për punëtorët e vet, por edhe vetë punëtorët kërkojnë kur atëherë nuk janë të punësuar për të arritur konkurrentshmërinë në tregun e punës. Ato nuk mund të arrisin sepse kanë probleme me blerjet e produkteve bazë. Mirë, po unë edhe në këtë situatë shoh se disa biznese më kanë filluar të rrisin pagat e tyre minimale, nuk është 22.400 që është tash paga minimale. Më thonë, ne kemi tash për tash kemi bizneset të cilët në mënyrë të natyrshme e kanë hyrë pagën minimale. Dhe unë mendoj se nëse fusim këtë komponentën, e rrisim pagën pagën minimale në 500 euro, atëherë ndoshta tash unë do të jem këtu edhe pak heretik, domethënë ndoshta do ta financojmë pak edhe sektorin jo formal, se do t'ju japim pak parë në dorë, pak do t'ju japim parë në llogari, edhe do të funksionon kështu më mirë, dhe pse ashtu funksionon për momentin, para të është kjo 33%, edhe e dyta vesh ta përfundoj, edhe e dyta asnjë ne do ta mendojmë se krijimi aty vendeve të punës është edhe nga bizneset. Domethënë, sa do të jetë jo mbar për bizneset. Domethënë, për këto biznese të cilët janë ka një kosto, por unë mendoj kundër argumentit tënd që paga minimale do ta zbusë ekonominë jo formale, jo do ta arrisë. Pse do ta zbusë? Sepse sa më tepër persona të cilat kalojnë nga themi nga sigurimi që jep shteti në mendimeve sociale tek punësimi formal do mundohen të futen në tregun e punës të punësohen, se sa më tepër që punëson, aq më tepër krijohet presion këtyre kompanive që të mund të fusin personat në kontribute në pagën minimale. Sot ti ke kompani të cilat nuk kanë asnjë motivacioni, tash edhe një herë për shkak të
sepse diferenca ndërmjet sigurimit social ose asaj që mos punojsh dhe punojsh është goxha i vogël. Nesër kur do bëhet ndeku më i madh, njerëzit do priren të punësohen dhe të jenë në tregun formal. E sa më tepër persona që punësojnë, aq më tepër presioni krijohet kësaj ekonomisë jo formale të formalizohet. Edhe ato do ngilen të vetëm në advokimin e idesë që mos gjithmonë do ketë persona të cilat do operojnë në ekonomi informale, por unë mendoj se sa më tepër do ketë presion nga punonjësit e ri ose nga gjenerata e re e të cilat do duhen të punësohen në Maqedoni për shkak se paga minimale është më e madhe dhe rrjedhimisht pagat që do të rriten, ato do ngelin të vetmuar në kuptimin e kësaj. Edhe e dyta, dhe mendoj se unë kam argumentin e fundit, unë mendoj se ajo që është kancerogene sot për shoqërinë shqiptare, edhe shtetin përgjithësi, është ikja e trujit dhe ikja e trinjve. Tash paga minimale do ta zbe uljen e mendoj se jo. Por është një hap drejt mbajtjes të trinjve në vend, të cilët do shohin të pagani minimale një dritë në fund të tunelit, kuptimin që ndoshta mund të bëjmë edhe karrierë në vend. Se nëse deri tani jepesh gjithçka nxehse dhe nuk dihesh ku përfundojnë këto para, ose një pjesë e parave jepesh të kesh, pastaj kthehesh te punëdhënësit që kanë ndodhur në kaluarën, këto nuk do mund të bëhen më, do formalizohesh te ekonomia dhe trinjt do e shikonin me më tepër besim procesin e punësimit tek sektori privat. Okej, deri këtu I tham argumentet pro dhe kundër pagës minimale, tash ta bëjmë një skenim të situatës aktuale në vendin tonë. Edhe do dua edhe mendimin tonë bisa patjetër e kam. Mendimi real. Jo, do duhet patjetër të japim një skenim. Do të thonë kemi odat ekonomike nga ana tjetër si stakeholdera në këtë situatë, kemi lidhjet e sindikatave në anën tjetër, ku lidhja e sindikatave thotë ne kërkojmë një pagë minimale 500, këto thënë po, ne dakordohemi, por nëse na zbrisni kontributet, do të thonë mos paguajmë 40%, po të paguajmë më pak 30 ose 32%, se e kanë argumentin, kundër argumenti I tyre është se ne paguajmë kontribute më shumë në rajon. Edhe kemi një kryeministër I cili thotë këto dy palët në të mirën vesht, edhe mandej si do të vendosin ato do të bëjmë ne, këto nuk ka shansa që të mund të miren vesh, për arsye se do duhet patjetër arbitri aty brenda aty. Deklarata e fundit e Ministresës të Financave ishte se nuk ka shansa të zvoglohen kontributet. Qëndrimi im është kontributet mund të zvoglohen, sepse edhe aq do të marrim, ndoshta nëse I zvoglohen kontributet, jo ti zvoglohen në aspektin e parave të cilët do të futen në buxhet. Por nëse për shembull paguhen po jap një shembull, nëse për 1000 euro paguani 40% kontribute, do duhet 400 euro të paguani kontribute. E tash nëse ju e ngrini këtë 1000 euro në 1300 euro, këto 300 euro mos hin në këtë pjesën e kontributeve të cilët paguhen, po përsëri të paguhesh 400 euro. Këtë e kërkojnë odat ekonomike, do të thonë ky stakeholder, edhe këto tjerët kërkojnë që të rritet paga minimale në 500 euro. Se pak e të lovita kështu me këtë. Problemi o kështu, do të thonë, edhe Ministresha e Financave sa kur duket nuk e kupton punën e kontributeve, sepse paratë të cilët vijnë nga kontributet janë të dedikuara në fonde të cilët janë të marra. Për shembull, nëse shkon në fondin pensional, paratë të cilët jipen në kontribute shkojnë në fondin pensional, të tjera shkojnë në fondin e shëndetësisë, të tjera shkojnë në agencionin për punësim dhe pjesa tjetër paguhet si taksa e fitimit, taksa tatimi personal, më fal. E dash ti mundesh me tatimin personal çka duhesh të bësh ministresh, por këto pjesa tjera përsëri do të përfundojnë atje ku duhet të jenë. Unë Abil e kam problem, e kam problem me ministrat, qoftë financave, qoftë ekonomisë, kur mendojnë si kontabilist. Domethënë kontabiliteti është që okej, sot në qoftë se uli kontributet, do humbi 300 milion euro te karka e shtetit. Por kjo nuk është e vërtetë. Pse? Sepse ne kemi një koncept që quhet kosto oportune ose fitimi oportun, kuptimin që në qoftë se ti e ulën, ti automatikisht e rritën konkurreshmërinë e kompanive lokale në vendet rajonale. Pse e rritën? Sepse njerëzit kur e ulin kontributin merren më tepër persona në punë, kanë më tepër para për investimin në kapital njerëzor, në edukimin, në arsimin, në kompetencë kështu me radhë. Këto persona pastaj të japin kompanisë një lloj avantazhi krahasus në tregjet rajonale, e cila pastaj si para e freskët kthehet në ekonomi, edhe atëherë vlera
e shtuar e kompanive lokale të krijimit të vendeve të reja të punës apo investimit në kapitalin multiplifikohet, kapitali njerëzor është multiplikator shumë i madh për rritjen e cilësisë jetës, për rritjen e kështu. Ka 1 milion, domethënë, benefite të mëdha vetëm se sa ta shohë si kontabilitet, domethënë, po ne humbim tani se s'marrim 300 milion, ndërkohë që mund të jetë 1 miliard euro benefiti sepse aty janë nuk humbe, domethënë janë në ekonomi. Por zakonisht ministrat tonë të financave kanë qenë kontabilistë mirë sepse e kanë parë afatshkuar siç e shohin dhe politikën. Ato nuk duan të bëjnë reforma të vërteta sepse reforma e tyre thotë unë jam 4 vjet në pushtet, edhe nëse bëj reforma të dhimbshme mund të jetë pastaj problemi që a dorim qeveri apo s'dorim qeveri, a do fiton partia ime apo s'do fiton partia ime. Edhe e shohin gjithmonë nga aspekti partijak, nuk e shohin nga aspekti shtetit. Prandaj sot ke politikanë të cilat nuk e zhvillojnë institucione apo ministrim, por rinë për fshatra apo qytete duke bërë dega partijake, sepse ai s'ka agent shtetëror, nuk ka agent institucionale. Edhe ministri e financave, po ministri është kontabilist në kuptimin e vizionit politik të këtij shteti. Ato e shohin do humbim 300 milion, ndërkohë që 1 milion arsye ka për të treguar që do fitojmë 1 miliard euro. Konkurrentshmëria e kompanive lokale abilesh ka qenë më e ulta në vend në sektor në 20 vjet çajin e fundit, edhe unë mendoj se do jetë e dëmshme nëse vazhdojmë me këtë lloj glabërimit të parave nga sektori privat ose vjedhja që i bëhet formale nga sektori privat për të funksionuar sektori publik. Edhe me këtë e mbyllim sepse nuk dua që ishte pele e thonë se të gjithë kontabilist mendojmë si kontabilist dhe asnjëri nuk e tekaloi vetëm të mendojë pak si makroekonomist dhe të mirët me politika oportune, reale, të cilat mund të binë vlerështuese për ekonominë. Po e bënëm një skanim të vogël për këtë situatë, ne do ta ndjekim se si do të jetë situata edhe tutje. Unë mendoj se ky dialog të cilën vendohet ndërmjet paleve të cilët janë të brengosur për këtë gjë, sepse edhe pala e biznesit, domethënë odat ekonomike janë në një situatë alarmuese për arsye se nuk kanë potencial njerëzor, e kemi thënë ne këtë, truri njerëzor largohet nga ky vend, edhe ato kanë interes të kenë paga më të mëdha, por nga ana tjetër do duhet patjetër të kenë një palë, sikur në këtë rast këto krijuesit të politikave makroekonomike në vendin tonë të mundet të shohin në një vizion më të qartë këtë gjë. Edhe po do të ishte paga minimale në rregull, unë me këtë do ta përfundoj, nëse kemi një set masa të ndryshme të tipit, të kemi programe sociale për këto njerëzit, të kemi programe arsimi të fillon të reformohet, të kemi reforma në tatime, të mundohen të zvogëlojnë shpenzimet qeveritare etj që mandej të kemi edhe një farë ekonomie më funksionale. Dhe me një masë unë mendoj se nuk bëhet gjë. Po ashtu është. Ne ndoshta javën e ardhshme do kemi tentuar ta thrasim me ndyqiren nga dhoma ekonomike, jeri sarim disa nga këto debate ose dilema që ti ke ngritur tani. Me kaq ne përfundojmë edhe këtë episod We Economy, shihemi javën e ardhshme me tema interesante. Duam të hapim pak disa tema që kanë bënë me qytetarin, për shembull se si funksionon bursa e Maqedonisë dhe bursa shtetërore, ose do mund të flasim pak për to monedat virtuale që të japim një lloj spini më të madh, zbesim nga ekonomia, nga makroekonomia në mikro edhe pastaj akoma në nivel në nano mikro. Mirupafshim dhe shihemi së shpejti. Mirupafshim.